një pjesë media. Edhe institucionet e vendit duhet me pas një etikë të komunikimit ose një komunikim ose gjuhë parlamentare që i thëshin këto një kohë, që i majtë do trajnime që mos me thy etikën e profesionalizmit ose të kuvendit, sepse aty janë arenë ku të gjithë qytetarët i përcjellin. Sepse në përfasu si dykujt, kështu që pajtona prapë me korabin, ku thot që ka shumë mena dhe shumë mena jashtëzakonisht, edhe tiktokterat marrin shumë vota dhe ka shumë shtrirje aty në shumë e madhe në Kosovë. Kjo të regon që ne jem hala që nuk e kemi ngrit vedijen, që tiktokteri ose ai personi që del TikTok nuk ka që përfason diçka, veç që ka dhënë mundësia pa filter aty me dhënë komente, me fy, me sha, nuk ka një farë backgroundit mirë, po aty nuk e TikToku në Kosovë nuk ka filtera që i pengon. Përkundër, të bëj një krahasim me rrjetet sociale, sidomos këtë rast TikTok dhe disa rrjete tjera, nuk funksionojnë në Kinë hiç. Domthon TikToku është i Kinës, po çto përmbajtjet që edhe që algoritmi që të na ka deportuar zakonisht njerëzit që me përfaqësim më të ulët njerëzor i japin hapësirë mediatike aty në TikTok, atje nuk kanë hapësira hiç. Ose dënohet ose penalizohet prej shtetit kines, sepse nuk je profesionalisht edhe nuk i drejt me fol. E kemë rastin para 6 muajve nëse zgaboj, është marrë një vendim që nëse nuk ki kualifikim, saktum nuk mund me donë në TikTok edhe me jop këshillat për gjana saktume, domosdoshmë për nutricist, sociolog, psikolog, politikan, ekspertin i fushës shkencore ose fushat të ndryshme, nëse nuk ki kualifikim nuk guzon me dorë sepse penalizohet, është vepër penale.